Ta nisim tek një pikë më parë, largimi yt nga puna. Kush ju largoi ju nga puna? Kujt ja atribuoni, le të themi? Ishte Partia Socialiste në bashkëpunim me Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim, që ishte dikur Ilir Meta. A është bashkëpunimi me LSI ndoshta edhe një shtys më shumë që ju larguat nga Partia Demokratike? Po. Se shumë demokratë të tjerë që janë larguar nga ky shkak. A mendoni që Partia Demokratike po shkon edhe drejt një lloj shkrirje me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe çfarë do të thotë kjo për demokratët, si ju që janë larguar, po atë si ju që vijojnë të jenë ende në Partinë Demokratike? Unë nuk e kam pëlqyer që në fillim këtë gjë, kështu që mendimi im është jo pozitiv. Kalojmë tek pika e fundit. Thatë listat e hapura. Po, listat e hapura. Shumë dakord. Partia Lëvizja Shqipëria bëhet dhe koalicioni në tërësi Nisma Shqipëria bëhet, kanë vendosur në listat e mbyllura të saj nonon, babaj, motrën, vëllajin, xhaxhain. A nuk ishte Lëvizja Shqipëria bëhet persona të besueshëm të tjerë, sepse e keni justifikuar. Ma besoj që ka pa fund. Po përse pikërisht nonon, babën, xhaxhain, nusën e xhaxhait, hallën, tezën? Ma lër të kthej përgjigje me që se ma drejtove pyetjen. Për t'i treguar politikës së vjetër që ne vendin po ja lëm të rinjve. Që do të thotë, ata do të bëjnë ndërheqjen që ne të garojmë në listat e hapura. Pra thonë ndryshe, është një mesazh për politikën e vjetër. Prindrit tuaj do të tregojnë që shiko, ne jemi e vjetra, por aspirojmë për të ren, edhe t'i lëmë hapësirë të res. Pra e gjithë kjo ka qenë si mesazh i koduar për politikën dhe për gjithë qytetarët. A ka shanse që ndoshta ndonjë prej tyre dha thotë në moment të fundit del deputet ai mbas votave që merr, thotë shiko se bëra deputet është problem, ju bëret një pyetje që njerëz të besuar. Gjithë ata që janë aty tek ajo parti politike janë njerëz vërtet të besuar dhe që duan me zemër atë parti, sepse e kanë nisur që në start. Dhe do ta vazhdojmë deri në fund sa ne të realizojmë që Shqipëria të bëhet. Sa dhe pyetja e fundit. Cila është vija e kuqe që keni ju për Adriatik Lapajn, si kryetar i Lëvizjes Shqipëria bëhet, në bashkëpunimin tuaj me ta? Vija e kuqe në çfarë sensi? Pra ka diçka në të cilën ju nuk e përtypni dot, pra mund të ketë diçka që ka ndodhur kjo qoftë edhe te Partia Demokratike ku ju keni qenë, prej se cilës ju edhe jeni larguar nga Partia Demokratike. Pra a ka diçka që do të bënte të prishte marrëdhënien tuaj me Lëvizjen Shqipëria bëhet dhe me Adriatik Lapajn? Cila është kjo vije e kuqe apo kjo gjë që është e pa përtypshme nga ana juaj? Si çdo parti politike vjen me pikat e saj, me programin e saj dhe qoftë Adriatiku dhe qoftë pjesa kryesore që është kryesia e asaj partie, vim së bashku me një ëndër të përbashkët. Dhe për aq kohë që vim me një ëndër të përbashkët, mendoj se do të vazhdojmë me këtë ëndër për të realizuar në përditshmëri, pra për ta bërë konkrete. Kështu që unë nuk mendoj se deri më tash ka një vit të kuqe. Nuk ka një vit të kuqe për Lapajn. Le të vazhdoj Lapaj. Përderisa ne bosh kryeministër i themi kësaj, po mos u bofsh, prapë e leva aty do të jetë, do të vijoj të luftoj me ty, sjellshin ndryshim me 71 mandate, siç thotë Etleva, siç keni thënë dhe ju, dhe Etlevës i uroj suksese në Vlorë dhe pse jo që ta kemi në parlament, që unë të kem 3 shoqe nga Vlora në parlament. Një kam nga Partia Demokratike, një kam nga Partia Socialiste, një nga Lëvizja Shqipëria bëhet dhe për hir të së vërtetës që të trejat që unë mund i konsideroj mike edhe le themi mikeshat mijat janë nga qarku i Vlorës. Edhe një herë suksese dhe një thirrje e fundit drejtuar elektoratit tuaj në Vlorë. Do t'i bëja thirrje të gjithë shqiptarëve, më saktësisht, jo vetëm vlonjatëve, jo vetëm sarandiotëve, jo vetëm delvinjotëve, por gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Votoni numrin 6, deri më dje nuk kishit një parti politike që t'ju përfaqësonte. Kishit vetëm të majtën dhe të djathtën. Sot duhet të dilni përtej të majtës dhe të djathtës. Duhet të votoni Nisma Shqipëria bëhet numrin 6 dhe në qarkun Vlorë Etleva Merko. Faleminderit.